Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për një temë që padyshim për moshat e rritura bëhet një problem shqetësues. Ulja e testosteronit dhe njëkohësisht ulja e dëshirave për kryerjen e marrëdhënieve seksuale. Dikur më vjen një herë një i moshuar dhe më thot: "Mor bir, tha, unë kam pat një nagan, tha, po di si qëllonte kur isha i ri, tha, pa pushim, 2-3 herë në ditë. Tash i tha, hidh dorën e të hiq, hidh dorën të hiq. A ke një lloj fisheku, tha, që mund ma mbushësh?" Më duket se kam, i thash. Edhe ma jep, më tha mua. I bëra një përzierje bimore, kur pas sa ditësh, ky xhaja me buzëqeshje vjen këtu dhe më thot: "Të thash më mbush pistoletët, mor bir, tha, jo më ke dhënë një automatik, tha, dhe më hape punën." Po çfarë ishin këto bim që me të vërtet edhe ky i moshuari u kënaq një herë në moshën e tij të thyer. Ne realizuam një produkt bimor ku baza e saj ishte qumshti i bletës. Pra, ky produkt i mrekullueshëm dhe i çmuar i bletës kryen një funksion shumë të rëndësishëm në rritjen e testosteronit dhe në rritjen e dëshirave seksuale. Po kështu, edhe produkte të tjera që janë të gjendura në natyrë, sidomos neve mund të përmendim Epimedium macum, është një bim e cila edhe në vendin ton është e gjendshme, rritet. Mund të përmendim edhe bim të tjera si Epimedium parviflorium, mund të përmendim koriandrin, karafilin, piperin e zi, specin djegës, hudhrën e kështu me radhë, xhinxherin, janë një grup i tërbimësh të cilat plotësojnë një herësh disa kritere në organizëm. Së pari, të përmirësojnë dhe të rrisin qarkullimin e gjakut, të pastrojnë arteriet venat dhe të rrisin presionin e gjakut, sidomos në atë pjesën e poshtme qerësisë fungjer, ku ai muskuli kremastar të fillojë që të psoj atë ngritjen e tij, atë ereksionin. Ndoshta emisioni mund të jetë pak i turpshëm, por ne do mundohemi shumë e shumë t'i kufizojmë këto gjëra. Së dyti, krahas me ngritjen e tensionit të gjakut, duhet të kemi parasysh që këto produkte të më ulin stresin oksidativ. Një sistem nervor jo i qetë, po i çrregullt nuk do të funksionojë mirë edhe në këtë drejtim. Dhe më së miri, këtë problem që e ul stresin oksidativ është qumshti i bletës, është xhinxheri i mrekullueshëm dhe njëkohësisht xhinxheri përdoret edhe për të përmirësuar qarkullimin e gjakut, për të përmirësuar atë aftësinë e qimeve thithëse të zorëve, të holla dhe të trasha, për të absorbuar ato mikroelement aq të domosdoshëm për organizmin e njeriut. Krahas kësaj, ulja e stresit oksidativ na ndikon edhe në rritjen e testosteronit. E megjithatë, shumë e rëndësishme është që edhe inflamacionet në vatrat caktuara, në zonat caktuara të organizmit të jenë gjithmonë të minimizuara në organizmin ton. Kështu organizmi bëhet si një i tërë, funksionon për një periudhë kohe 10-15 minuta në mënyrë të mrekullueshme dhe gjithçka do të më pasohet më tej me një rritje të testosteronit dhe një rritje të një dëshire për kryerjen e marrëdhënieve seksuale. Theksojmë, nëse shtojmë edhe pak vanilje, atëherë kjo do të na shtojë pa diskutim edhe një ngrohje, si thuash, të faqeve dhe një si shtim të një epshi mashkullor, por edhe femëror. Duke qenë që një produkt na plotson këto kritere, të katërta një herësh, ky ka aftësinë që të më përmirësojë njëkohësisht edhe atë dëshirën për kryerjen e marrëdhënieve seksuale, por njëkohësisht ajo që është më kryesore, të mos lejoj uljen e testosteronit. Pra, të mos bjerë jo vetëm kjo masa muskulore e njeriut, por pak a shumë dëshira për kryerjen e marrëdhënieve seksuale të mos të shuhet me kalimin e moshës mbi 60, 65, 70 e kështu me radhë. Nëse do të shikojmë disa ndër faktorët që ndikojnë për keq në uljen e testosteronit, qoftë mosha, qoftë obeziteti, qoftë pijet alkolike, qoftë si thuash ai qëndrimi pasiv e kështu me radhë, janë disa faktorë që ndikojnë për keq. Ule testosteroni,
ulet masa muskulore e meshkujve dhe muskujt fillojnë që të bëhen si delikat, të brisht dhe humbet ajo aftësia e tyre për të ngritur për shembull qoftë edhe peshat e rënda. Nëse njeriu do që me kalimin e kohës, edhe pse është i moshuar, ta mbajë në nivele të larta testosteronin, unë do t'ju këshilloja që së pari në kuzhinën tuaj përdorni nga këto erzat, për shembull, piperin e zi, të kuq, të bardhë dhe gri, të mishëruara në një te piperi mix. Nga kjo, neve mund të hedhim afërsisht një gjysmë lugë kafe në ditë. Funksioni i kësaj është tek qimet thithë senzor, t'i aktivizoj ato, t'i gjallëroj dhe ne në këtë mënyrë nuk bëjmë asgjë tjetër veçse ngopim sistemin nervor me ato mikroelement që ai do, ngopim organet e tjera dhe njëkohësisht përmirësojmë qarkullimin e gjakut. Kemi provuar që duke i përdorur këto tek persona të cilët kanë patur edhe një oligospermi, kjo ka dhënë rezultat në shtimin e spermatozoidëve dhe njëkohësisht në shtimin e lëvizshmërisë së tyre, pra ka shtuar si thua ato spermatozoid që lëvizin me shpejtësi të madhe. Njëkohësisht ka paksuar, ka minimizuar në minimum qelizat e spermatozoidëve të cilët kanë qenë me lëvizshmëri në vend ose të vdekura. Njëkohësisht, karafili i bluar ose kokër nuk është jo vetëm një antiseptik dhe antiinflamator, por njëkohësisht përmirëson shumë mirë edhe qarkullimin e gjakut. Për vaniljen unë ju tregova dhe ne kemi bërë një emision edhe për makën, e kemi treguar edhe këtu mund ta rishikoni atë. Kjo bimë që zhvillohet në malet e anteve, mrekullisht mirë është bërë edhe në malet e dibrës. Ky pluhur i bardhë, nëse do të konsumohet afërsisht nga një lugë çaji në ditë, vëmë re se rrit testosteronin tek meshkujt, por njëkohësisht fuqizon, si të thuash, edhe femrat dhe ju shton edhe atyre dëshirën seksuale, sidomos duke filluar që nga dita e 7 e 8 e konsumimit nga një lugë çaji në ditë të çajit të makës ose të rënjës së makës. Po si mundet që ne të rrisim testosteronin? Së pari, duke konsumuar produkte që përmbajnë omega 3, produkte që përmbajnë zink, produkte që përmbajnë acide yndyrore organike dhe duke ulur në minimum sheqernat inverte, duke ulur ato produkte që ne nuk e dim se çfarë kanë në përzierjen tyre, në përbërjen e tyre, dhe njëkohësisht duke shtuar aktivitetin ditor, fiskulturor ose sportiv. Të gjitha ata persona që ngrejnë pesha, që bëjnë ushtrime force, këta vazhdojnë që të rrisin testosteronin e tyre, ose ta mbajnë këtë në nivele shumë të larta. Nëse mund të përdorim shilajit, i cili është një kërpudh që prodhohet në hapësirat midis shkëmbinjve në malet apenine, kjo kërpudh që është si një rëshirë, si një ngjitës, edhe kjo është vënë re se rrit në mënyrë të dukshme testosteronin. Por le të vemi tek këto produkte që ne kemi përpara syve dhe që mund të themi i kemi të gjindshme gjithmonë në familjet tona. Si mund të veprojmë? Atëhere, mund të marrim për shembull një kavanoz bosh dhe në të hedhim maka afërsisht një lugë gjelle. Nëse hedhim epimedium macum, i cili gjendet edhe në vendin tonë, dhe si më tha një bari, ore se që kanë lopët, tha ha një lloj bari, tha dhe kërcejnë mbi njëra tjetrën, tha mos e diti qa është, po besoj, thashun, jemi tek epimediumi. Pra, nëse marrim këto të dyja, nëse shtojmë ginseng, i cili zvogëlon dhe pakson këtë stresin oksidativ, që tëson sistemi nervor, ginseng afërsisht një lugë çaji. Vazhdojmë të hedhim nga pak vanilje, nuk duhet i shtojmë shumë vanilje pasi, jo vetëm që na krijon një si shtim të shtuar të skuqjes në fytyrë, pra kaq është e mjaftueshme deri në një gjysmë lugë kafe. Mund të hedhim një lugë kafe karafil,
dhe hedhim 2 lugë kafe piper mix dhe njëkohësisht 2 lugë kafe me ginger. Pra, piperi që unë përmenda nuk është asgjë tjetër veç se përzierje në raporte të caktuara, piperi i zi, i kuq dhe piperi gri. Ginger le t'i hedhim edhe më shumë pasi ne përmendëm lufton inflamacionet, përmirëson qarkullimin e gjakut, ul stresin oksidativ. Këto për shembull, neve mundet që ti përzijej mirë, shtojmë në të afërsisht 10 cc qumësh blete. Pra, kemi 2 të tila. Dhe tek kjo përzierje, jo vetëm për të ruajtur qumshtin e bletës, por njëkohësisht edhe për të na dhënë një mori të madhe me probiotik, atëhere shtojmë pak e nga pak mjaltin derisa të mbushet kavanozi. Ky produkt me të vërtet është i mrekullueshëm për të rritur testosteronin, për të rritur dëshirën për kryerjen e marrëdhënieve seksuale. Atëhere shtohet mjalti pak e nga pak, e përziejmë dhe le të themi na bëf të mirë. Ky është me të vërtet një produkt natyral, siç e pat me të gjithë këto përbërës, veç se qumësh blete shtohen 10 cc dhe është provuar që me të vërtet jo vetëm që rrit testosteronin, por shton dukshëm edhe spermatozoidët tek meshkujt. Njëkohësisht ka rregulluar më së miri formulën e spermogramës. Kemi realizuar që shumë njerëz të cilët kanë patur një testosteron të ulët dhe një lëvizshmëri të ulët të spermatozoidëve, ata të kenë arritur shtatzanit duke konsumuar këtë produkt një edhe ndonjë produkt tjetër, ndonjë çaj bimor. Pra, me këtë që neve përgatitëm sot, duke u mbushur kavanozi, ne ju themi njerëzve përdoreni të gjitha ata njerëz që janë mbi moshat 50 vjeç, mund ta përdorin për shembull 3-4 ditë në javë, duke bërë 3-4 ditë pushim, 2 herë nga një lugë çaji në ditë para buke. Krahas kësaj, mund të përdorim edhe një detox, i cili mund të shtohet në kos ose në supë, edhe kjo është për t'i dhënë organizmit një energji të brendshme. Pra, që të dyja këto që unë përmenda, në veçanti përzierja me mjaltin, me makën, me qumshtin e bletës, plus edhe me këto erzat, do të vëmëre që ju shtojnë atë dëshirën për kryerjen e marrëdhënieve seksuale dhe ju mbajnë në nivele të larta testosteronin. Ky ishte emisioni për sot. Shpresoj që t'ju shërbej më së miri ju. Mirupafshim.